Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit nga aktualiteti, politika, por edhe shumë ngjarje dhe fenomene që shqetësojnë qytetarët shqiptar me avokatin e njohur Zaçi Islami për një bisedë të drejtë për drejtë, troç, ashtu sikur flet ai, vetëm ai. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe faleminderit juve për ftesën. Avokat, jeni kthyer nga Vlora. Ne kemi folur për një ngjarje në Sarandë, e cila u rikthye edhe disa muaj më parë për një vajzë të re, fati i së cilës ishte tragjik. Por çfarë ka ndodhur tani? A ka zhvillime të reja në lidhje me këtë çështje? Ka një vërtetim të pretendimit që kam dëshuar unë që minutin e parë kur jam marrë me çështjen e asaj vajzës, e cila u trajtua nga ishi dashur i saj si aksident automobilistik, nuk që aksident automobilistik, e para, e dyta. Të lutem avokat, emrin e vajzës për ta rikthyer për publikun. Atëherë bëhet fjalë për të ndjerën Ana Luiza Duro nga Borshi i Sarandës. 17 vjeçe, e mbytur, e ekzekutuar me telos e militar i qafë nga i dashur i saj, futur në makinë dhe marrë makinën futur në kanal dhe grupi kriminal prokuror mjekësi ligjore Sarandës e mbuluan dhe e trajtuan si mbytje nga ujit. Por? Në makinë. Dje, në seancë gjyqësore, dëshmitari që kishte vajtur i pari dhe e nxorri vajzën nga makina, domethënë të ndjerën e nxorën nga makina, gjatë pyetjeve të tjera që i bëri prokuroria, u ngrita kisha dhënë të drejtën time të pyetja dhe i them, zotëri, ju e nxorët makinë atë të ndjerën nga makina, po tha. Thash, ke shpiruj që e fryrë, që e anqur, jo, tha fare, absolutisht. Faleminderit që thash në zgjidh problemin. Pra, a i vërtetoj dëshmitar okular dhe vetë personin që ishte nxjerrë vajzën nga makina e që vajza nuk i shpiruj. Do të thotë që makina, ajo vajza ka vajtur ka rënë në ujë e vdekur. Dhe fotografia që disponon familje dhe që ma ka dhënë mua, vërteton katërcifërisht atë vijin e errët në qafë që duket që është mbytur militar. Sepse, po të mbytej në ujë, do fryhej, do ënqej, do nxihej, do deformime. Dhe ta shikoni fotografinë, ju e keni parë, a ka të treguar, ajo duket sikur flë. Aq e pastër, aq e qartë, aq trupi rregullt. Pra mbytjen nuk e kanë parë vetëm institucionet. Mbytjen e mbuluan institucionet për kase përfshi kryesisht oficer, mjeku ligjor i Sarandës, një sharlatan, jo mjek ligjor, një sharlatan, një palaço burr, po e them, dhe vetëm padisja i mua. Vetëm akuzoj të më çojnë prokurorit. Që i them sharlatan dhe nuk i them mjek dhe i them kriminal. Bashkë me kriminalin tjetër Lorenz Mërkuri që nuk bën atë si thon autopsinë e vajzës që kishte kërkuar me do e mos që ta bëri dhe nuk e bëri Lorenz Mërkuri autopsinë sepse do dilte vërteta në shesh.